shumë të mençëm politikisht janë këta, edhe thot këto janë kërkesa politike edhe qeverise. Po e ç'a duna me thonë? Ç'a duhet me thonë një parti politike? Ç'a duhet me lyp? Mirë, a ka një emër nga shoqëria civile, nga bota intelektuale, nga elitat e shoqërisë, të cilit aleanca i beson që mund të jetë ky arbitri që po mungon? Ka shumë. Dhe me propozu për president? Ka shumë. Ka shumë njerëz që janë të vlefshëm në Kosovë. Se nuk po e sfidojnë Kurtin me një, se nuk po e sfidoni Kurtin me një propozim të tillë? Nuk ka qëllimi ynë, nuk është as roli ynë kë Arben, hiç nuk është roli jon. Për shkak se na i kemi 7 deputet, për momentin po ju them, mas paku 2 fish jemi. Kur dojnë të shkojmë zgjedhje? Apo për momentin i kemi 7 deputet. Nuk ka roli jon, nuk ka kushti jon. Edhe para menoti, me dal partia që i ka 53 deputet, edhe me elshu fjalë rreth me thonë pse s'pi propozoni ju dikon, a kanë ndaj propozim këta? A keni ndinj ai emën që e kanë këta? Kanë vendosur Feridë Rushitin, në fakt. Po mirë, por që nuk pe dojnë Feridë Rushitin, ja 2 emna, 3 emna, ai kanë. Ose edhe për Feridë Rushitin këto ka prej legislaturës kalume. Po, nuk e ka tash. Nuk e ka tash. Nuk ka përmendur. Le delbre, le të thot vetë që na kemi qëtë kandidat. Po qaq pështjellona janë këta, qaq pështjellona janë, so që nuk janë të mujtë mi bo vetë, e që duhet mi bo, se e kanë për detyrë, thojnë e pse s'pi bën ti. Na me dalë me propozim për prezidenta, na kem pas propozimin tonë, po se kemi kusht. Propozimi jonë ka qenë Ramush Haradinaj, zgjedhjet e kalume. Po nuk ja kem vënë Kosovës kusht, që ja bëhet që ky prezident ja na çojmë Kosovën bananas. Nuk e kemi bë këto Kosovës. Kjo të thonë, ja zgjedhi unë kondu, ja Kosova shkon bananas. Çe të ndodh? Edhe na thot neve pse s'po dini me propozim. Dil more ti me propozim? Te ky diskursi se po na thua pse nuk po argumenton ju si në studio. Si me argumentu sot në studio?